e dita bela e cila ka dominu dhe në mesin tonë. Normal se njeriu që jeton me një mes, do e mos do të ndikohet nga mesi ku jeton. Si pas atyre, thojnë se Allahu anë në gjdo vend. Pyti ato musliman që janë përëthej, dhe ato e thojnë, katë që e thojnë sufit, Allahu anë gjdo vend. Kërse ne kem argumente të fuqishme se Allahu është në qiell. Dhe ka thonë Allahu në Kurani Kerim, Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Allahu qëndron mbi arshin e Allahut. Pse thojnë çdo vend? Për shkak se sipas atyre Allahu dhe krijesat janë të përzira dhe në çdo vend. Si pasojë e saj është që Allahun Azza wa Jalla e kanë zbrit dhe e kanë përzir dhe me ndytësira. Për këtë arsye thot një poet i tjerë, wa mal kelbu wal khinziru illa ilahuna wa mallahu illa rahibun fi kanisa. Thot dhe qeni dhe deri nuk është diçka tjetër pos Zoti jon. Dhe qeni dhe deri thojnë, nuk është diçka tjetër vetëm i adhuruari jon. Po dhe ai murgin në kish, nuk është diçka tjetër vetëm Zoti jon. Deri njoni e qoj dhe më lartë një poet i tire tha, mahbubi qad ammel wujuda wa qad dhahara fi bidi wa sudi. I dashurim thash në gjdo vend dhe gjdo kun, për ata po e shof të dashurin tim në fytyrën e zez dhe në fytyrën e bar. Wa fin nasara mahal jehudi, dhe tek krishterët dhe tek qifudet. Wa fil khanaziri mahal kurudi, dhe tek derët me dhe majmunat. Pra vëllezër të ndershëm, kja është besimi tyre, të cilët pretendojnë se Allahu Azza wa Jall anë në çdo vend. Gjithashtu, ata e konsiderojnë çdo besim i saktë. Derisa Ibn Arabio e preferon dhe thot mos rrim me një lloj tjemekit. Ndroje për ditë besimin, luhatu dhe shijoj të gjithë ambëlsijat, për shkak se të gjithë janë Zot. Të gjithë janë Zot. Gjithashtu janë ata të cilët i mitësojnë armiqt e Allahut Azza wa Jall, nga se si thash, të gjithë i konsiderojnë në rrugën e drejtë. Sipas atyre, dhe Firauni dhe Hamani dhe armiqt e Musait janë në rrugën e drejtë dhe besimin e plot. Pa ata Ibn Arabiu potencojnë në librin e ati Fususul Hikam në faqja 101, thot bi enne Firaun kharaja min ad-dunya tahiran mutahhara. Firauni ka dal prej dunjas i pastër pa asnjë gjuna. Firauni sipas atij ka dal prej dunjas pa asnjë gjuna. Dhe ato që adhurojnë idhujt, dhe ato që adhurojnë qerë nuk ka problem të to, për çka se thot këto janë vetëm emna që i emërtojnë ato, e Zoti është në to. Halali dhe harami janë të barasta, si kur nana, bia dhe huja janë të barasta, uji dhe alkooli janë njësoj, si kur zinoja dhe niqahi baraste to. S'ka halal, s'ka haram. A kuptove tash pse ato shehlert i mushin barkat e tyre dhe xhamotit e tyre me alkool? Për shkak se s'ka dallim mes ujit edhe alkoolit, s'ka halal dhe haram, s'ka dallim dhe këtë e potencon Ibn Arabiu dhe Telmsani, derisa akuzuan pejgamberin Allahut, thanë se pejgamberi Allahut ja ka ngushtu dhe ja ka vështirësu njerëzve dinin dhe dunjon. Ibn Arabiu thot, dajjaka Ibn Abi Kabsha amra dunja ala al-muwahhidin. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ai bile priton ta përmend Muhammedin, pa i thot Ibn Abi Kabsha, që që mërtojshin mushrikat, si që thirshin pejgamberin Allahut e Abu Jahli, dhe thon, ja ka ngushtu dunjon besimtarve. Për këtë arsye ato ja xhanuan. Don me ta ngushtu vllai dashur në dunjon që mo të xhanu në ahiret, apo don me zgjerun dunja që të vështërsohet dhe të ngushtohet në ahiret. Vëllezër të ndershëm, gjithashtu prej devijimeve të këtij kuptimi është se ato i banën të shenjtë evlijat.
A din përse? Se thënë se Allahu ka zbrit në shpirtin e tyre. Allahu është në brendësin e tyre.